Këtë të martë përpara gjykatës penale të Tiranës, kanë dalë deputeti Belind Këlliçi dhe antari i Këshillit Kombëtar të PD-s Jamarbër Maltezi, të cilët për të disatën herë kanë denoncuar faktin se Carlo Bolino nuk paraqitet në gjykatë. Nuk është as rasti i parë dhe as i fundit. Carlo Bolino sot kishte seancën e radhës me CNA Media në kallëzimin e tij në gjykatën penale dhe sërish nuk është paraqitur. Është e disata pa di që na vjen nga Carlo Bolino dhe CNA u qëndron shkrimeve të saj, denoncimeve, duke theksuar se ai është një klient i pushtetit të rilindjes. Duke ritheksuar edhe një herë që është përfitues fondesh direkt dhe indirekt nga qeveria, që është një bashkëpunëtor i ngushtë i Erion Veliajt, jo vetëm për ato që thuhen në përgjime apo emisionet që u përgatiten për kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës, por edhe për takimet e tij tet-a-tet apo për të tjera shërbime. Carlo Bolino këtë të martë nuk është paraqitur sërish në gjykatë. Gjyqtarët vazhdojnë të shtyjnë çështjen, t'i vendosin datën e radhës, sa thua se Bolino prej muajsh nuk ka mundësi të paraqitet, qoftë për t'u deklaruar si kallëzues apo më pas për të mbrojtur veten e tij për të thënë të kundërtat e provave që ne kemi publikuar apo kanë publikuar dhe të tjerë. Si do ta justifikojë përfitimin e një prone publike Carlo Bolino, për të cilën shteti shqiptar, qeveria shqiptare, kishte pasur një tender të hapur dhe vlera do të ishte rreth 70-80.000 euro pagesë vjetore që do t'i merrnin shqiptarët, por u dha me 1 euro për Carlo Bolinon. Si do të justifikojë marrëveshjet e tjera me qeverinë, bunkartet, pasurinë e tij të shumë fishuar me ardhjen e socialistëve në pushtet? Këtë duhet të ta bëjë në gjykatë Carlo Bolino, por nuk vjen. Bën padi dhe nuk paraqitet. Jo vetëm ndaj CNA-s, por edhe personave të tjerë. Carlo Bolino duket se nuk ka se çfarë bën, por çdo që e kritikon dhe nxjerr një fakt, ai ka një përgjigje, ma ka bërë Saliu dhe shkon në gjykatë. Ne po i themi edhe një herë, e duam Saliun aq sa duam dhe Carlon, akoma më shumë Edi Ramën, por kemi merak dhe Erion Veliajin e Belinda Ballukun. Këtë doj Carlo, por të paktën të bëhet burr dhe të vijë në gjykatë të provoj pretendimet që ka. Asgjë më shumë. Në rast se CNA e ka fyer atë, e vendos gjykata. Jo Carlo, se nuk i pëlqen çfarë themi ne, dhe me mentalitetin jo të një gazetari, por të një autoritari në pushtet, që kërkon të mos lejojë të tjerët të thonë të vërtetat që nuk bëhen për ta dëmtuar Carlo Bolinon. Por të vërtetat kanë vetëm një qëllim: ti mësojmë shqiptarët të kuptojnë si mundi ky italiani, Carlo Bolino, të shtonte pasurinë me socialistët në pushtet dhe e mohon se është një nga mercenarët e tyre mediatik, siç e mohon godinën për Report TV, siç e mohon përfitimin e qindra milionave lekëve nëpërmjet Igli Gjelishtit, siç i mohon kontratat e bunkarteve, pa folur për të tjerat që do t'ja kërkojmë në gjykatë Carlo Bolinos, që nga Aja te Zherja, të gjitha ato që pretendon Carlo, qoftë dhe për ne, burimet e financimit, sponsorët, bilancet, të ardhurat, fitimet gjatë kohës së pushtetit të socialistëve, se gjatë kohës së PD-s po e qajmë dhe vajtojmë për të, se ishte opozitar i madh dhe tani është thjesht dhe vetëm servil i pushtetit për përfitimet e pandalshme që i shkojnë. Këtë e di dhe Carlo Bolino, ndaj edhe nuk paraqitet në gjykatë dhe turpsisht gjyqtarët i mbajnë son duke shtyrë seancat, ku në fakt duhet të detyronin kallëzuesin të paraqitej ose t'i vendosin një gjob të majme që të mos tallet me gjyqtarët me padi qesharake që kërkon të mbrojë imazhin e tij, që ndoshta vlen më pak se sa lavatriqja e qëmotshme e Musa Ulqinit. Shprehje kjo e ish kryeministrit të ndjer Fatos Nano.